them këtë sepse është më mirë që të flasin tani për këto gjëra se sa pastaj të rendim mbas ndonjë gjëmimi, lajmi që merret vetëm a doli teza, as doli teza, 1 orë apo 2 orë mbasi ka filluar provimi. Kështu që të gjitha këto janë masa pikërisht për të parandaluar çfarë do lloj historie të kësaj natyre. Thënë kjo, me cilën mendova ta filloja fjalën dhe bashkëpunimin dhe bashkëkomunikimin me ju, që ishte natyra shtetërore me që e kemi të parën në detyrat e muajit që vjen, dua të ndalem pak tek një tjetër program shumë i rëndësishëm që Ministria e Arsimit ka zhvilluar dhe ka theksuar dhe vazhdojmë ta kemi ende në vëmendje dhe do të vazhdojmë ta kemi sidomos për vitin shkollor që vjen. Programi pas shkolle. Mbas një pune shumë të gjatë, madje do thoya disa vjeçare, me disa forma organizimit të këtij programi që e kemi përmbledhur në një titull të vetëm pas shkolle, publiku, mediat janë mësuar dhe nxënësit, mësuesit me emërtesat ndryshme siç ishte shkolla qendërkomunitare që prej 10 vjetësh është futur tashmë në shumë shkolla, bëjmë detyrat e shtëpisë. Prej 4 vjetësh kemi futur programin Artezeje. Në një mënyrë ose në një tjetër janë të gjitha rubrika të cilët i kemi përfshirë në nocionin pas shkollës, sepse janë aktivitete që shkëmbëhen përtej programit të detyruar që mbaron me orarin e mësimit të detyruar. Dhe mbasi bëm dhe ndryshimet e nevojshme ligjore. Në muajin mars bëm disa ndryshime në ligjin e arsimit parauniversitar dhe për të parën herë gjithë këtë eksperiencë tashmë të konsoliduar në emërtesën pas shkolle e kemi futur në ligj. Dhe jo vetëm kaq, po kemi avancuar dhe me aktet në ligjore, kemi bërë përgatitjen e VKM-s që është miratuar tashmë dhe ka hyrë në fuqi, duke dyfishuar pagesën për orë për mësuesët të cilët angazhohen në këtë pjesën jashtë normës, jashtë kohës së orarit të detyruar. Sepse analiza e eksperiencës viteve të fundit na tregoi që nuk ishte shumë motivuese pagesa që ishte. Me dyfishimin e saj, shohim